تمسك بحبل الله واتبع الهدى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Me emrin e Allahut fillojmë, Allahun e falenderojmë, salavatet dhe selamet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ja dërgojmë familjes së tij të pastër, shokëve të tij besnik dhe të gjithë atyre që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Kemi folë për raportet që duhet t'i ketë besimtari me Zotin, raportet që duhet t'i ketë besimtari me prindrit e tij. E sonte do të flasim për raportet e muslimanit me vëllezërit e tij musliman. E sheni këtu, ndoshta pak prej nesh janë vëllezër prej gjakut. Mirë po shumica prej nesh jemi vëllezër prej imanit. Andaj lidhja më e fortë, lidhja më e dashur tek Allahu Dhul Xhelal është lidhja e imanit, lidhja e besimit. Innamal mu'minuna ikhwa. Allahu po na çon besimtar për shkak të imanit. Me të vërtetë besimtarët janë vëllezër. Pa bërë dallime në mes të racës, në mes të ngjyrës, në mes të shteteve, krahinave kështu me radhë. Mirë po imani është ai i cili na bashkon. Edhe nëse një musliman është larg nga vendi ynë, ai është vëlla për ne, nga se Allahu përmes imanit na ka bashku. Nëse dy veta, vëllezër të dashur, e dua njëri tjetrin për hir të Allahut subhanahu wa taala, Allahu Dhul Xhelal të tillët do t'i doj. Dhe jo vetëm kaq. Mirë po atë ditë të vështirë, në ditën e Kiametit, 7 kategori njerëzish Allahu do t'i fut në hijen e arshit të tij, ku s'do të ketë hije tjetër pas kësaj hije. Dhe prej tyre profeti sallallahu alaihi wasallam e përmendi atë kategori, dy veta të cilët bashkohen dhe e duan njëri tjetrin për hir të Allahut subhanahu wa taala. Të tillët Allah do t'i thret: Ejnel mutahabbun bi jalali. Ku janë ata të cilët e kanë dashur njëri tjetrin për hir të madhërisë sime? El yawma udhilluhum fi dhilli arshi. Yawma la dhilla illa dhilli. Sot, pra në ditën e Kiametit, do t'i fus në hijen e arshit tim, ku s'do të ketë hije tjetër pos kësaj hije. E shihni vëllezër se çfarë vlere ka ta duam njëri tjetrin për hir të Allahut subhanahu wa taala. Më tregoni se a ka ndonjë pozitë më të madhe se pozita e pejgamberllokut, apo se pozita e shehidllokut. Shehidat vëllezër dhe pejgambert kanë me apos lakmi atyre personave që kanë dashur njëri tjetrin për hir të Allahut subhanahu wa taala. Nga se të tillët do të jenë në mimbere dhe në podiume prej drite, do të dallohen prej të tjerëve. Islami vëllezër na mëson se nëse e duam dikë për hir të Allahut, ti themi se e duam. Një shok i profetit sallallahu alaihi wasallam i tha Rasulullahut sallallahu alaihi wasallam se e dua filanin. I tha: "I ke tregu se e do?" Tha: "Jo." "Shko tregoj." Pra i themi: "Inni uhibbuka fillah." Unë të dua për hir të Allahut. Nuk du për në interes tjetër. Nuk du se je i bardh, je i zi, ke pasuni, ke pozit. Vetëm se je musliman dua. Pastaj ja kthen ti: "Ahabbaka alladhi ahbabtani fi." Allah të dasht për hir të cilit ti më deshe mua. Ja kështu na mëson Islami, kjo fe hinore. Që ta duam njëri tjetrin është kusht dhe është shkak që të futemi në xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. La tadkhulul jannata hatta tu'minu. S'keni për të hyrë kurse si në xhenet derisa të besoni. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dhe s'keni për të qenë besimtar derisa të duheni mes veti. E wala edullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum. Tash pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po na tregon çka me bona
që me dash një tjetrin. A dëshironi që të regoj diçka, në qofë se veproni keni mu dash me zvete, efshu selam e bejnekum. Përhapeni selamin në mesin tuaj. Jo ku ta shep besimtarin me kthy kokën edhe mos mi dhon selam. Çdo besimtari duhet mi dhon selam. E njofte apo nuk e njofte. Kështu na uzon profeti sallallahu alaihi wasallam. Muslimani e don muslimanin. Muslimani nuk e përgojon muslimanin. Muslimani nuk e tradhton muslimanin. Muslimani nuk e lën lloç muslimanin. Muslimani lutet për vllavin e tij që ka prezent, për vëllezërit e tij të cilët kanë vdekur e kështu me radhë. Tema është shumë e gjerë, mirë po derset janë të kësaj natyre. Allahu na shtoft vllazillokun, Allahu na pranon veprat, walhamdulillahi rabbil alamin.